sepse ai hidrovor tregoi mjaft qartë mos funksionimin me 2 pikashi që i ndodhi Durrësit, por edhe qytet tjera. Është përmbytur Gjirokastra. Po flasim thjesht për zona që kanë probabilitet për përmbytje. Këtu po flasim për zona malore që janë përmbytur nga abuzimi, korrupsioni i kësaj qeverie dhe absolutisht jo vetëm që nuk mbahet përgjegjësi, jo vetëm që nuk shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore, që do duhet ishte shpallur menjëherë. Pse nuk shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore? Sepse nuk do kjo qeveri as të dëmshpërblej qytetarët, as t'i kthejnë mbrapsht bizneseve dëm e miliona euro, se mirë që biznesi vogël dhe qytetarët mezi i ndërtojnë ato shtëpi. I duhet shumë vjet për t'i ndërtuar, jo vetëm që kanë sakrifikuar për të ngritur bizneset e tyre, por edhe në momentin që përmbyten janë përsëri vetëm sepse kjo qeveri vën një dëmshpërblim që edhe 2 dëmshpërblimet e përparshme banorët e Durrësit nuk i kanë marrë ende, sepse korrupsioni është e vetmja fokus i kësaj qeverie, vjedhja dhe mosmbajtja e përgjegjësisë. Por mendoj që kjo kohë ka kaluar, tashmë kryeministrit i ka ardhur absolutisht me gjithë këto dosje, po dhe dosje të tjera si ajo e IPARD-it, mos flas për vjedhjen që ja është bërë fondeve të Bashkimit Evropian dhe shumë nga dosjet tjera korruptive, inceneratori e të gjithë me radhë, duhet kuptojnë shqiptarët, paktën janë ndërgjegjësuar që në krye të gjithë këtyre aferave është Edi Rama. Nuk ka ngrënë më as Dardha, as Moll, as kush pa dijenin e Edi Ramës. Prandaj kam një ndryshim të qasjes me drejtësinë. Se keni parasysh sa flamurtari i drejtësisë ishte kryeministri Rama kur goditej opozita, kur goditej kryetari i Partisë Demokratike, kur goditet Ilir Meta, presidenti i Partisë Lirisë, dhe që sot është ende pa drejtësisht, pa fakte, pa prova, duke që në izolim ekstrem, absolutisht me një goditje politike, kurse ka ndryshuar qasja sepse kanë shkuar pikërisht tek vetë kryeministri, gjithë aferat korruptive janë të pashmangshme, abuzimet që kanë ndodhur me këtë qeveri dhe absolutisht mbrojtja që i bën ai nëpërmjet parlamentit është jo vetëm e paprecedent, jo vetëm një mesazh shumë i gabuar që ne japim gjithë jo vetëm qytetarëve, por dhe çdo partneri ton, sepse opozita në të gjitha rastet ka votuar pro heqjes së mandatit të kujdo, edhe kur kanë qenë në kundërshtim me kushtetutën, ju e mbani më në rastin Berisha që ishte shkelja e kushtetutës procedura me cilën u ndoq